Kosova vazhdon të mbetet pa institucione të reja, edhe pas 3 muajsh nga përfundimi i zgjedhjeve nacionale të 9 shkurtit. Pas 11 tentimesh, ka dështuar zgjedhja e kryetarit të ri të Kuvendit të Kosovës, një post për të cilin partia fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje, ka propozuar Albulena Haxhiun. Emri i saj është refuzuar nga opozita, duke i futur vendin në një krizë të thellë politike. Duke parë bllokadën e krijuar, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti i ka bërë ftesë për koalicion liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Xhiku. Si kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes dhe kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, jam i interesuar dhe i gatshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Sigurisht që kemi dalline në bindjet politike dhe në politikat qeverisëse, por koalicionet bëhen pikërisht nëpërmjet atyre që kanë dallime, duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit dhe të qytetarit si prioritet. Thuhet ndër të tjerash në letrën e Kurtit. Por analisti Nexhat Aziri shpreh se Abdi Xhiku duhet ta pranojë thirrjen e Kurtit për koalicion. Abdi Xhiku duhet i përgjigjet pozitivisht ftesës së Kurtit për takim dhe aty të propozohet një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila do ta nxirrte vendin nga ky ngërç politik dhe ta përgatiste vendin për zgjedhje të parakohshme në prill të vitit të ardhshëm, ku është edhe koha e zgjedhjeve presidenciale, u shpreh Aziri. Sipas tij, përbërja aktuale e kuvendit nuk ka konsensus për zgjedhjen e presidentit. Nuk shoh mundësi të tjera, aq më pak një koalicion qeverisës mes VV-s dhe LDK-s për arsye të shumta. Njëra ndër kryesorët është se këto dy subjekte politike nuk kanë besim te njëra tjetra dhe se lehtë mund të përsëritet historia, theksoi ai. Ndërsa analisti tjetër Zeinullah Jakupi thekson se PDK-ja dhe LDK-ja janë bashkë kundër vetëvendosjes, gjë e cila u dëshmua edhe dje gjatë seancës së kuvendit. Në përpjekjen e 11 PDK, LDK, Lista Serbe dhe AAK-ja ishin kundër formimit të një komisioni që të votojë në mënyrë të fshehtë. Në seancën e fundit u vërtetua se këto parti janë bashkë, nuk pranojnë votim të fshehtë. Ish opozita, duke se është e paorientuar, nuk është e gatshme për koalicion me LVV-n ose anon sipas kualikulimeve të tyre, nënvizoi Jakupi. Më tej Jakupi deklaron se Abdi Xhiku është i gatshëm ta pranojë koalicionin me VV-n, vetëm nëse i ofrohet posti i kryeministrit. Por Jakupi e dyshimet se LDK-ja është më e lidhur me PDK-n se sa me VV-n. Të gjitha këto për momentin janë kalkulime. Kjo pajtueshmëri do të ishte edhe konstruktive, dhe ndarja e ministrive do të ishte më fluide, ndërsa institucionet do formoheshin shumë shpejt. Një dobësi që tregon Lumir Abdi Xhikun është fakti se ai dhe LDK-ja janë fort të lidhura me PDK-n, sikur në çdo hap këshillojnë për saj që të mos hyjë në koalicion me VV-n, duke bërë akuzën e përbashkët se me Albin Kurtin nuk mund të qeveriset. LVV-ja nga ana e saj nuk ka ndikim në LDK siç ka PDK-ja. Nëse do të thyejë ndikimi i PDK-s ndaj krerëve të LDK-s, atëherë ky koalicion do të bëhej brenda natës, përfundon analisti Zeinullah Jakupi.